kaq, po të përmendesh atë që përmend është problem. Megjithatë s'është problem për mua, se unë i kam marrë masat. Kur kam hyrë këtu, kam menu që mund të jetë edhe një person si puna jote që mund të rrshkasi. Edhe pa e mendu atë që tha. Jam shumë i sigurt që e bë pishman. Që e bë pishman? Që e the. Është koment i tepërt. Megjithatë, s'është problem. Son të bërë pishman, se do ta falësh. Nuk ka? Jo, unë është ai falur direkt ma. S'ka si gjë, nëse këtu po tregohet diçka që mua më ka ngel atria, jam i mërzitur, kjo është e momentit, se normale tash jemi njerëz. Po që është i falur personalisht, pavarësisht se ai e mendon apo s'mendon që ka bërë faj, personalisht është i falur direkt. 3 minuta zgjat ajo. Çfarë po të iku ajo që Realisht, a ke i njëjtit mendim edhe Ledioni? A ke i njëjtit mendim edhe Ledioni? jo. I njëjtit mendim tha njëri. Ç'a tha? I thatë fjali dha. Tëra. Ja, ai tha që nuk vjet në diskutim fare, mes është Nuk ketë asnjë gjë. Po valla. për më specifik. Specifikisht. Do të ruhesh. Po do të ruhesh gjë tjetër, po jo Do të ruhesh, se këto mund të kuptohen në këtë mënyrë. Jam dakord. Domethënë nuk ke diçka që shpika visaj. Zotri, edhe një herë, komenti jot ishte tjetër gjë. Komenti i tij se ai është shumë herë më lart i kujdesshëm se sa ne. As ti, as unë. Është më i kujdesshëm se ai është jashtë. I Nga ka s'kush parë nuk do të gjëra. nxjerrin dritë keqe asnjë. A kupton? Se ai është shumë i kujdesshëm, Aq më është pak- shumë i aq më pak kujdesshëm. ai. Dakor? Mund gaboj unë, mund gabosh ti, pa ai nuk gabon. Se gabimi i tij është më fatal se sa gabimi i jot e gabimi im. Do? Ti amenoj që ki gabu. Për çfarë? Për që ato... Për gestin që ka bërë. Po ta thash për shpjegimin, se për Amenoj vetë që ato janë friendly, prekje, amenoj që janë për më të mëqë. Ato janë prekje se nuk e din ti këtë. Prandaj po ta them, prandaj ta fal. Kur të bësh me fëmijë vet, do ta kuptosh që ka edhe përkëdhelje të tilla, se ajo është vajza ime në moshë. E kupton? Unë kam moshën e babait të saj, po ti këto nuk i din. Ne i kemi folur këto te kamera, kam folur me mamin e saj, kam folur me babin. Dhe këto gjëra le të interpretohen jashtë si se kemi në dorë, po këtu brenda ju, ti, sidomos ti, nuk duhet ta interpretoje ashtu me ato emërtimin që përdore. Është gabim, më beson. Megjithatë, ecim përpara. Valla, kemi hyrë kësaj valle tash, do ta çojmë deri në fund, apo? Nuk ke planifikuar me beson. As nuk e kom